Kuvendi u mblodh në seancën plenare pas zgjedhjeve të 11 majit. Në drejtimin e kryetares Elisa Spiropali, Kuvendi miratoi proces verbalin e seancës plenare të datës 13 mars 2025, si dhe të datës 17 mars 2025. Në nisje të fjalës së saj, Spiropali u shpreh: Zonja e zotrinj deputet, sot Kuvendi rikthehet në punë për vijimin e detyrave dhe zbatimin e prioriteteve të këtij sesioni, si sesioni i fundit i legjislaturës së 10. Kjo është seanca e parë pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit dhe ne do të vijojmë punën tonë sipas përcaktimeve të Kushtetutës Republikës dhe rregullores Kuvendit. Deputeteve e deputetëve që nuk u rizgjodhen apo nuk kandiduan uroj sukses në vijimin e karrierës së tyre profesionale e politike. Në bazë të nenit 7.6 rregullores Kuvendit kam nxjerr urdhrin për zhvillimin e seancës sotme plenare. Ju informoj se mbyllja e punimeve të Kuvendit është vendosur në mirë kuptim në konferencën e kryetarëve më datë 13 mars 2025 me pjesëmarrjen edhe të përfaqësuesve të opozitës, ku është njoftuar se seanca e datës 17 mars 2025 do të ishte seanca e fundit përpara zgjedhjeve të 11 majit. Seanca e sotme ka në rendite njoftimin e kalendarit dhe miratimin e programit punës për të mundësuar fillimin normal të punimeve në komisionet përkatëse dhe në seancë plenare. Deri në datën e sotme nuk është zhvilluar veprimtari parlamentare që të ketë diskutime për çështje jashtë rendit të ditës. Diskutimet jashtë rendit të ditës janë të parashikuara vetëm në seancat e zakonshme sipas nenit 45. Po ashtu në këtë seancë, Kuvendi shqyrtoi dhe miratoi projekt programin e punës së Kuvendit për periudhën 29 maj 8 korrik 2025, si dhe projekt kalendarin e punimeve të Kuvendit për periudhën 29 maj 18 qershor 2025, të cilat nuk arritën të miratohen me dakordsi në mbledhjen e konferencës së kryetarëve.